do ta rikonceptojmë programin e bonusit të bebes, duke filluar nga viti 2026, dhe në vend të ndihmës financiare me çek, do të ecim me një tjetër skem që është më e avancuar patjetër, sipas numrit të fëmijëve, me pagesa mujore 2 vjeçare, 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Sipas numrit të fëmijëve. Kush do bëj më shumë, do t'i rrim më afër më shumë, kuptohet. Kemi bërë projektin edhe kemi 20 ndërmarrje sociale për punësimin e grave në nevojë, që është shumë i rëndësishëm për ne. Një betejë kryesore janë pensionet. Ne nuk kemi dashur asnjëherë që të tregojmë prallë. Ana tjetër është shumë e qartë për ne që viktimat e politikës absurde dhe në fakt në një farë mënyrë kriminale, kombëtarisht kriminale, me pensionet dhe pensionistët, deri kur ne bëm reformën, që sot nuk përfitojnë pension dinjitoz, ndërkohë që ata që kanë dalë në pension dhe dalin pension mbas reformës, kanë pensione komplet tjera.